mirë se vini. Ja pra ku takohemi përsëri bashkë këto fundjavë në Portokalli. Mirë se vini dhe shpresoj të kalojmë shumë bukur sot, do të ketë shumë të qeshura, shumë humor, pa diskutim. Por, në veçanti nga herë të tjera, sot Portokallin kemi menduar ta nisim me një gjyq. Në fakt është një gjyq që nuk po mbaron kurrë. Tashmë është i njohur debati politik për sistemin tonë të drejtësisë. Ka shumë akuza aty për paaftësi të njerëzve që drejtojnë, apo dhe akuza për korrupsion, sigurisht. Dhe ne, duke qenë se jemi në këtë gjendje kaq alarmante, kemi menduar që sot Portokallin ta fillojmë me një seancë të plot gjyqësore që flet për këtë çështje. Por se cilët janë aty të ftuar dhe çfarë do të na thonë ata, unë ju propozoj ta zbulojmë tani. I ndjekim. Mirë mbrëma, jam sot këtu për para jush, në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Lartë Drejtësisë, për drejtuar një seancë gjyqësore të jashtëzakonshme në adresë të Ministrisë Transporteve, Punëve Publike dhe Telekomunikacionit, ku në bazë të një kallëzimi penal të prokurorisë së përgjithshme hyn pala akuzuese. Obama, sigur s'pash ke mitingu atë dite. Isha duke pa neshin, lutë Tirana. Pa bre, pa shi vendesin ti, mirë. Mirëm, Spinxuk. Le të hyj pala e akuzuar dhe... Ku është pala mbrojtëse? Se këtu kam qenë, këtu jam dhe këtu do jem. Se s'mund të lejoj prokurorin, organin akuzës të blihet nga klika mafioze. Lull, mos e rruj. Atëherë seancën e deklaroj të hapur. Ta hapër, ta kështë hapur, bilës. Fillojmë. Harrova fare. Sot është festa e Sultan Nevruzit e tjun. Pa jo, pra, jo, duhet të ham në një hall. Sultan Nevruzi festot. Jo, po të festoj? Po, e të vinë. Një hall. Shiko, se s'kam nga ta që nuk jam si ty unë, e hatë gjithë vetë. Do një hall pala akuzuse. Më shumë hati. Aq më mirë. Gëzuar festë, gëzuar. Shiko, të më falni, ne që jemi në festë, e të vinë me të ngecur, edhe halvën se jashtë tyve me gishtin e mesit, apo me të futur. Le. Hajde fillojmë se jemi gjitha palët. Jo, është fest o zotri, e shtym. Atë po them edhe unë, që me ndoni ta shtym në datën 7 prill? Shkëllqyre. 7 prill, jemi gjitha palët. Dakor. Për 7 prill në ka pushtu Italia fashiste? Edhe? Dhe pikrisht, një kosisht i bjetjet 60 vjetori i krimit të NATO-s, dhe ne na ditë bajmë antare me drejta plota, gëzuar NATO-n, gëzuar rritet e qeverisë time. Zotri më të gjoni këtu me vëmendje. Janë 124 milion euro të cilat janë dëmsh, janë përdorur nga ju. Janë 24 milion euro të tjera të cilat edhe këto. Po pushuar të qenë në polinë. Ka tjera si ka veç shkurtër, edhe janë shumë me ty merren këtu. Zotri, të gjitha këto janë përdorur nga ju. Nga qeveria ju. Mos më ngacmo qerrin tim. Ma falë. Po mbyllja. Uajt, po kanë për gjyqë që burin dhe batë për batë të kemi. Lidhe qeni, e këtë duat kanë, lidhe qeni, ti moj qeni, se qeni e ti. Ma falë. Unë sa po thash që ne e shtym seancën, atëre pse debatoni kot? Kur doni ta lëmë? Nuk doni ta lëmë 7 prill. Jo, nuk baj. Më thoni një datë kur doni ta lëmë. E lëm maj, 1 maj. Jo, pse? Ja, morë kemi 19 prillin, deri në maj është lartë. Jo, ka drejtë të vini, se 19 prill janë një pashkët ortodokse, ku besimtarët musliman, do baj pushim ne, do baj pushim ne Luli. Mos e rruj, thash. Po, fere.
Sekond. Mos e ruaj fare se to qisale si edhe ti, mos e Pa ruaj. mbyllë timër, këstravec! Mos ma ngacmo Qa qerin. parqull? Mos ma ngacmo Ku ma qerin ti. gjetje këtë mërë burit, ku ma ke gjetë të në parlament, orë qap 10 deputetat të mitë vetëm atë ma hiqë. Ore, më falni, po. Shkatron nervash. A do themi një fjalë unë, si kryetar? Po, folë burit. Unë mendoj ta lëm në datë 1 maj. O, pa mirë. Apo jo? Maj. Ore, po, hallën, ku e blen ti? Është e mirë shumë. Është e mirë. E kam përgatitur enkas disa Tiranës për mua. Ai mos thuash që Salas më ka dhënë buxhet. Dakor, atëherë ta lëm 10 maj? 10 maj, jemi gjitha palet. Jemi gjitha Absolutisht palë. dakord, të njerëz nuk jam kundra gjykit, edhe kundër gjykimit. Po mund të vi Luli në gjyq pa këpucë të reja. Do haj një rrugë italiane këy për këpucë. Po ai se ka hongër rrugë, duhet të ishte këtu mër buridheu. Ai mos ja futa, do ata Pikërisht për këtë se ka ngrënë rrugë me 4 korsie dhe me 4 tunele zotëri. Ti jesh i bindur. Ore, kur doni ta A lëm? duhet me ndru këpucën Luli? Duhet me ndru. E shikon ja dhe populli jashtë me ne. Po shumë mirë i blem dhe këpucë të Lulit kur do lëm datën e gjyqit, po them. Po, flisni ju e zotri, unë dakord jam në çdo moment doni ju. Ata lëm Thoni datë- kur kam kundërshtuar, në asnjë mënyrë. Ta lëm datë 1 qershor. 1 qershor, jemi gjitha palet. Dakord. U kry. Po një qershor, nuk do festoj Luli? Dakor. Në datë 10 qershor, Luli ka për të qethur, e ka ditë qethje, nuk bëhet gjyqi. Në datë 20 qershor, Luli shkojnë të krej kokët, se kokën se e ban me gjel. Po kur do e lemi? E kam ministri batë bukur të qeverisë, e më gjerë e kam. Prandaj u them 28 qershor, dakord? E lem 28 E qershor. lemi 28 qershor. Dakord, po 28 qershor. Dakor, datën 28 qershor, na lënë ta. Hajde. Është dita e zgjedhjeve të lira të ndeshme, ku fiton Partia Demokratike. Përfundimisht mori maskara. Përfundimisht. Jo s'ka! Edvin! E bone me hile. Edvin! E bone me hile. Kot nuk e le bashkin, ti gjo mua, mos e le bashkin. E kemi batë mua Petrin e hatë. A të jap ide? Po. E lem korrik. Një minut, Edvin. Po unë kam respekt për ty dhe për opozitën e buridhët. Çfarë më ndihmua ti? Hani go polici opozit. Po janë hallvat e mia, more, ç'bëni kështu? O pa mirë, por jo buridhët, mos je po ti. Vetëm hajë ti të gjithë. Tashi, Ti ma e shiko, keqen se do hajë sa dua. jep një propozim, ku do e opozita, unë jam gati për një. Thoni juve një datë gjyqi ja ta lëm popullit. Kur doni ta Kur lëm? thoni ju? Po qash ky pes korriku që zengoj o zotrit a një, ti mos u talli. 5 korrik. Po jo në korrik o buridhët, Po kur? po në gusht. Po ku pse ngusht? Po kur? Korrik edhe. Po pse në korrik? Po kur? Po në gusht. Po pse ngusht? Po kur? Korrik. Po pse në korrik? Po kur? Po në gusht. Po pse ngusht? Po Po se kur? në gusht, piqen rusht. Me qëra fjalla, Kur piqen rusht? Po unë nuk them se ti ke apo s'ke rusht. Më falni, një pyetje kam. Kur piqen rusht? Në 36 36 gusht.